Na njëherë kemi folë kështu tamam kur ki dash mi bo një videoklipi që më ki pas tonë a bën më ardhë me ma lujtë babën. E vërtet. A të kujtohet? Po, ka lujtë tani Adisheju, Ramete pa shpirti, se shumë e duat, shumë e kom dash si aktor edhe ka qenë der aktor më të mirë për mu, për monodram. Unë e kujtësha që për bëna i gara me mua, dhe ja për ma lunë babën, që shfa fjelle kjo. Kujtohet që atë pas thonë. Ani se që... Thash jo, unë s'luja si role, që ka ne kush me lujtë nonën. Edhe në realitet, nonën e kam shumë të reje, kështu që nuk është problem. Jo, pa ta thonë që ki në spot në i kuj mja lujtë nonën, po vi se nuk di mi lujtë babën. Qëre, mami jem, unë e falenderoj shumë, edhe përshëndes për mes televizionit tuaj. E përshëndesim edhe na. Ajo lumëturie, më të zojnë e lumëturie, ajo tani ka 59 vjeç, edhe është një zonjë për mu heroin. Sepse në ka rrit... Bravo për gjitha nonat që kanë rritë dhe pa burrin, nonë vetë babë. Jam shumë falenderu sepse ajo 37-38 vjetë ka met pa babën tim. Edhe ka mund të vazhdo një jetën e vetë. Atëherë konë ma marre, ma snejnë për Përbes edhe sot e kësaj dita ajo në zban fësyrën, edhe është një gru të manë. Po jam shumë falenderus. Edhe Zoti edhe Kur'an edhe Bibër më duke që thotë që nëna është përkulimi, përpos Zotit, përkulimi gjithmonë edhe për nënën. Thotë, gjeneti është në kom të nonës, ashtu s'pa kuptojnë. Qëfë se jam gabim. A dëmë naknu pak një kongë i herë dhe mase kime më kalëzu keq farloje kime bon Big Bang. Unë jam i gatshëm për ty, edhe të kam kujshi, edhe të kam pas ti me shumë familjarë të mi ki qenë shok dhe je, ki punu një kohë gjatë në Ravec. Po, kom punu në Sebeja. Natë konsiderojmë si Ravec janë, edhe unë e them që Gjakova me Ravecin ka lidhje shumë fistiknore, dhe më thënë familjare, edhe biznis, edhe shoqëri, edhe me Prizrenin, po kohën e fundit më shumë edhe me Gjakov, kështu që unë e them Gjakova dhe Ravec është një. Edhe atë ditë që do dojnë Gjakova si mu këngëtar, atë ditë për me ki e këngëtar. Ashtu mendoj unë. Edhe kërkojnë djesë që do njerë, sepse duhet me ditë që do njerë për me arrit një, nëse ti nuk mundesh me arrit me atë që je i fort. Edhe dush me nguz do njerë do një këngëtar shumë të fort. Edhe kërkoj për mes televizionit tuaj, dhe kërkoj falje shumë shkëzeni e tishit të mallit, sepse... Që aty ta kun pa marrë pak i natë. Ma ki pa nguz zenin fort. Po, e vërtet. Pi kërkon falje. Unë i kërkoj falje dhe pa qenë faj, sepse dëgjo, unë mendoj që njeriu që është që i përkullet Zotit, edhe njeriu që është i drejt, edhe njeriu që kërkon falje, ai nuk ka, Zoti ka thonë edhe Kur'an, nëse ti nuk ka fjalë tjetër përpos më fal. Edhe unë e kërkoj, a kam qenë faj, apo s'kam qenë, përsëri